Edhe një kampion pritet të shtohet familjes Seferi. Të shtunën brëma vëllai i Nuri Seferit, Sefer Seferi, do të ngjitet në ring në Burgdorf të Zvicrës për titullin vakant VBF Interkontinental. Është një kundërshtar, siç e theka, është cilësor, ka boksuar me shumë bokser nivelit botëror, siç është Giacobbe Fragomeni, ish kampion i botës në versionin WBC, po i njëjti italian Silvio Branco e kështu me radhë, kështu që edhe me disa polak të nivelit botëror, kështu që kjo është një test për mua për karrierën time tashme. Kundërshtari i tij është hungarezi 40 vjeçar Laszlo Hubert, që i ka të zhvilluara 63 lufta, 44 fitore, 18 humbje e 1 barazim. Humbjen e 19, Seferi thot se do t'ja shkaktoj më 23 mars. Ndjehem në një formë shumë të mirë dhe nuk dyshoj as pak në fitoren time. Kësaj deklarate fuqi jep forma e bokserit 37 vjeçar nga Gostivari me 20 lufta, 20 fitore, 18 me KO. E nëse del fitues më 23 mars, Seferi vetë se ka të rezervuar meshin tjetër për titull kampion bote. Mbas kësaj ndeshje pres të jetë një titull tjetër, ku kam marrë një telefonat para një jave për një titull shumë të madh. Më kanë bërë një ofertë dhe normal shpresoj tani të shtunën të kaloj sa më mirë. Falendime dhe tani pritet në korrik të jetë ajo ndeshje tjetër. Ai fton shqiptarët gjithandej që më 23 mars të jenë prezent në meshin e tij në Burgdorf të Zvicrës, ku rreth orës 22 Sefer Seferi do të ngjitet në ring.